Mirë po, prapë se prapë, varet edhe një faktor tjetër. Kujdesit të cilin e ofron nëna në kohën të cilin është prezente për fëmijën. Kemi nëna të cilët qëndrojnë në shtëpi, mirë po jam vetëm nga ana figurative për e them. Jo se dua të gjykoj, mirë po ka shumë gjërat të tjera në shtëpi të cilët i nxit nënat për para fëmijëve. Ndoshta në kohët e sotme jo edhe aq e theksuar kjo, mirë po ne i dim, sepse kemi jetuar në një rreth të tillë, kur nënat kanë lënë fëmijët për t'i përfunduar punët e tjera dhe të mos i lënë asgjë ndoshta mbrapa për shkak të fëmijëve. Tashti kjo i ka dy anë. Nëna e cila punon, mirë po pas punës prapë se prapë është produktive për fëmijën e saj, dhe nëna e cila nuk punon, mirë po prapë se prapë mund të ketë minutat e njëjtë të produktivitetit në shtëpi sikur ajo që punon. Nora, a është vështirë të jesh produktive pas punës, angazhimeve të shumta marrë parasysh që keni punë kogja intenzive? Në faktu njëm kjo e dyta, nëna e cila punon dhe mundohem me qenë produktive pas punës, edhe pse është shumë e vështirë, është shumë e lodhshme edhe fizikisht edhe psikikisht, po gjithsesi mundohem që me qenë sa më produktive, më marë sa më shumë me ta, në mënyrë që atë kohën e humbur të ja kompenzojmë. Edhe në momentin kur ndoshta është një lloj kompenzimi jo i plot, mirë po një gjysëm, mund mendoj që ndoshta është jo ndoshta e bollshme, po e mjaftueshme për fëmijën. Se shumë që ose është një nanë që rënë gjithë ditën në shtëpi, mirë po nuk mirët as pak me fëmijët, atëherë i bie që është 100% jo produktive. Kështu që varet se si i ndan gjanat dhe si don me i pa gjanat. Sepse ndoshta nuk është vetëm ajo pjesa që vetëm ai ke kushtet, se ka shumë femra të cilat i kanë kushtet, ndoshta jo për mos me punu 2 vite, po ndoshta edhe 5 vite, 10 vite. Mirë po gjithmonë është ajo pjesa që karriera jote që ndoshta deri në atë pikë ndoshta ke punu me shumë mund për me arrit deri aty, dhe momentin kur ti shkputesh për 2-3 vite, pastaj është e pamundur me u kthy në atë ndoshta në atë majën që ke mbrite. Kështu që unë gjithmonë e preferoj, ndoshta jo të gjitha munden me ja dal kësaj, mirë po me qenë ndoshta të dyja paralel. Edhe karriera, mirë po edhe me u marrë me fëmijët. Asesi që nuk diskutohet që lodhja është maksimale. Mirë po në momentin kur i arrin ndoshta me i mbajt të dyja, ndoshta ai është një sukses shumë i mirë për një femër.